Boksieri gjakovar Taolant Jakupi tregoi edhe një herë performancë fantastike. Këtë herë ai zori vendin e parë duke marrë medaljen e artë në turneun ndërkombëtar Memorial Vllaznia 2026 në Shkodër. Jakupi zhvilloi vetëm një meç në kategorinë 90 kg, në të cilin doli triumfues. Në medaljen e artë isha dhe unë, ku boksova në kategorinë 90 kg me një kundërshtar mjaft e mirë nga Tirana dhe arrita që të shpallën fitues në fund të duelit. Kosova në këtë turne tregoi paraqitje të jashtëzakonshme duke fituar 3 medalje të arta dhe 2 të argjenta në kategorinë 55 kg deri në 90 kg. Ekipi i Kosovës mori pjesë me 5 garues në turneun Memorial Vllaznia, ku patëm një sukses shumë të mirë, ku fituam 5 medalje, 3 të arta kurse 2 të argjenta. Dardanët po ashtu dominuan duke fituar edhe 3 çmime të tjera. Çmimet ishin për ekipin më të mirë, boksierin me fair play dhe trajnerin më të mirë. Pas këtij suksesi, Jakupi tregoi se është duke u përgatitur për të përfaqësuar Kosovën në garat evropiane.